më trego sot rrugën e kthimit, e vështirë le të jetë në krahët e tu, dua të kthehem në atë rrugë që të sjell në jetë. Ja po kthehem tek ti o sot, jetën t'jap, Zot se zemrës shpirtit tim, aty ti je brenda me. Ja po kthehem tek ti o sot, jetën t'jap, Zot se zemrës shpirtit tim, aty ti je brenda me, me mua ti je. O Zot, shumë rrugë unë kam provuar, e në të gjitha humbur kam. Shumë zëra të tjerë I kam dëgjuar, por se ëri yt zemër t'i gjet. Ja po kthehem tek ti o sot, jetën t'jap, Zot se zemrës shpirtit tim, aty ti je brenda me. Ja po kthehem tek ti o sot, jetën t'jap, Zot se zemrës shpirtit tim, aty ti je brenda me, me mua ti je. Mirë se keni ardhur. Jezus I tha, kush është jetur, do ta kisha hapur në pak. E jani tek unë ju të gjithë që jeni të lodhur edhe të munduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Kjo është thirrja e tij. Kush është jetur, I dobët kush është, eja tek burimi, zhyte zemra në ujin e jetës ti, lëre dhimbjen piklimin, ai ta pastroj në mëshirën e atij. Ne këlltasim nga zemra jo, eja Jesus, eja Jesus, eja shpirti eja shpirti shenjtë. Kush është jetur, I dobët kush është, eja tek burimi, zhyte zemrën në ujin e jetës ti, lëre dhimbjen piklimin, ai ta pastroj në mëshirën e atij. Ne këlltasim nga zemra jo, eja
të falenderojmë që ti je në mesin tonë, o Zot, sepse ti ke premtuar. Falenderi që ke derdhur Shpirtin e Shenjtë tek ne dhe ai brenda banon në ne. Edhe pse kjo këngë thot eja, ne dim që ti ke ardhur, që ti je me ne, por ne kemi nevojë, Zot, për fuqinë tënde dhe forcën tënde, Zot. Lutemi, Zot, për ato motra dhe vëllezër në mesin tonë që nuk janë mirë me shëndet. Do të lutem, Zot, tani për babin e Elës, o Zot, që ka nevojë dhe është duke luftuar. Të lutem pastroj mushkëritë e tij, o Zot, edhe shëroj. Lutem për ndikim mëshirë, o Zot. Lutemi për Anilën, Zot, pas operacionit, faleminderit, Zot, që operacioni doli mirë, por ne lutemi, Zot, për shërim të plot, edhe lutem t'ja lehtësosh dhimbjet që ndjen. Lutemi, Jezus, për Violetën Oat, që e ka këtë udhtim të përhershëm, Zot, me paralizën, Zot. Ne lutemi, Zot, që do lehtësosh para atit e saj, Zot, edhe në zemër, Zot, të ketë një flat gëzimi, sepse ti je me të, Zot. Edhe ne lutemi për një mrekulli në jetën e saj, Zot. Ne vazhdojmë lutemi, Zot, për Kjerën, Perëndi, që do ta lehtësosh, Perëndi, situatën e saj, Zot, edhe sfidat që ka her pas here. Lutemi, Zot, që hapi i saj do jetë i qëndrueshëm, Perëndi, dhe ajo do vazhdoj të përjetoj kujdesin edhe gëzimin tënde dhe forcën tënde. Faleminderit, Perëndi, që ajo është një dëshmi e gjallë, o Atë, që ta dhuron ty me gëzim, Perëndi, edhe këndon edhe duart troket në mesin ton, Perëndi. Ajo ti jep ty lavdi, Zot. Faleminderit, Perëndi, për dashurinë e saj për ty, o Atë. Edhe lutem për të tjerë në mesin ton, Zot, që nuk ndjen mirë, o Atë, ose janë të dekurajuar nga situata të ndryshme, lutem të freskohen në burimin e jetës, o Atë. Përgatite zemrën tonë tani, Zot, për fjalën tënde, hapi veshët tanë edhe sytë tanë, o Atë, në mënyrë që të dëgjojmë ty. Atë që ti ke për t'i thënë sot, kishës ikës, ne të përkasim ty. Në emrin tënd, Jezus, lutemi. Amen. Mund të ulemi. Fëmijët do t'jenë me teta Idën këtej. Po. Mirë, është gëzim të adhurojmë Zotin bashk, e të mund të sjellim gjëra që na shqetësojnë para Tij, barët tona, shqetësimet tona. Sot kemi një temë të veçantë, edhe siç e lajmëruam edhe radhën e kaluar, do të flasim për temën e dhënies. Çfarë thot Bibla në lidhje me dhënien, në lidhje me ofertat, në lidhje me të dhjetat, kështu që është një temë mjaft e rëndësishme, për të cilën ne nuk kemi folur në kish, por është një temë e cila e ndikon jetën tonë në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe jo të ndikon jetën tonë, por e ndikon, unë do të thoja, jetën tonë shpirtërore në mënyrë të rëndësishme. Kështu që do të fokusohemi te disa pasazhe që thot fjala e Perëndis në lidhje me këtë aspekt. Ajo që vlen të theksojmë më së pari është që në dhjatën e re, Zoti Jezus ka folur më shumë për paranë dhe pasurinë dhe për mënyrën se si do të merremi me të, më shumë se çdo temë tjetër. Do të tregoj pak më vonë disa statistika, po më së pari do të them që Zoti Jezus ka folur më shumë për paranë, siç thash, krahasuar në lidhje me atë që ai ka folur në lidhje me parajsën ose mbetërinë e Perëndis, lidhje me atë që ai ka folur në lidhje me ferin. Mikrofoni, po. Kështu që për shembull, nëse do të shohim në raport njëra me tjetrën, paraja përmendet më shumë se 500 herë të katër ungjit,
Parajs ose mbretëria e Perëndisë përmendet 192 herë, ndërsa feri 60 deri në 70 herë. Ose nga 38 shëmbulltyra që Zoti Jezus ka treguar tek Ungjit, 16 prej tyre flasin për këtë temë, që do të thotë 42%, pra flasin drejt për drejt, ose tërthorazi për mënyrën se si njerëzit duhet të merren me pasurinë edhe me paranë. Gjithashtu, nëse marrim Biblën në tërësi, rreth 2350 vargje në të gjithë Biblën flasin për paranë, flasin për pasurinë, flasin për menaxhimin financiar, për lakminë dhe për dhënien. Te të katër Ungjit, 1 në 7 vargje e përmend ose trajton, siç thash, këtë temë. Kjo do të thotë më shumë se sa 500 vargje, sepse në total Ungjit janë pak më shumë se 3700 vargje. Ndërsa në të gjithë Biblën, nëse lutja përmendet rreth 500 herë, nëse besimi përmendet rreth 500 herë, paraja dhe financat përmenden rreth 2350 herë. Pra e parë në tërësi paraja dhe çështje që lidhen me të janë një temë mjaft e rëndësishme në Bibël, si dhe tema që Zoti Jezus ka folur më shumë se çdo gjë tjetër. Kjo sepse në këtë botë nuk ka rival më të madh ndaj Perëndisë se sa paraja. Aq fuqi shpirtërore gjendet mbas saj. Tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 6, vargu 24, Zoti Jezus tha: "Askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrej njërin dhe do të doj tjetrin, ose do të qëndroj besnik njërit dhe do të përçmoj tjetrin. Ju nuk mund të shërbeni Perëndisë dhe Mamonit." Këto janë fjalët e Zotit. Te ky pasazh Zoti Jezus në mënyrë të qartë thekson një të vërtetë të rëndësishme, e cila është: ti dhe unë do të shërbejmë ose Perëndisë ose Mamonit, mundësi të tretë nuk ka. Pra ose Perëndia do të jetë Zoti i zemrës sonë, ose do të jetë Mamoni. Po kush është Mamoni në këtë rast? Mamon vjen nga fjala aramaike mamona, që do të thotë pasuri, para ose fitim. Por në kohën e Jezusit, kjo fjalë nuk përdorej thjesht për të përshkruar paran, por përfaqësonte një forcë shpirtërore ose një sistem të errët i cili i sundon zemrat e njerëzve përmes pasurisë. Pra, rivali më i madh i Perëndisë në këtë botë nuk është djalli në mënyrë të drejtë për drejtë, por është Mamoni. Si një frymë dhe fuqi shpirtërore, ai mund të sundojë zemrat e njerëzve përmes paras, sigurisë materiale dhe dëshirës për të pasur kontroll. Po ne dim të gjithë se paraja nuk është e keqe në vetvete, por lakmia për para është në fakt rënja e gjithë të këqijave, thot Bibla. Fjala e Perëndisë thot gjithashtu, thot sepse duke lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. Letra parë e Timoteut kapitulli 6 vargu 10. Ose tek Ungjilli sipas Lukës kapitulli 17 vargu 5, kapitulli 12 vargu 15, Zoti Jezus thot: "Pastaj u tha atyre: Kini kujdes dhe ruhuni nga kopratësia, sepse jeta e njerëzit nuk qëndron në mbushullinë e gjërave që zotëron." Kjo është shumë e rëndësishme për të pasur në mendje. Pra jeta e njerëzit, thot Zoti ynë, nuk qëndron në mbushullin e gjërave që zotëron. Një e vërtet në fakt që është në kontradiktë plot me mentalitetin e botës në të cilën ne jetojmë. Pra ekziston një rrezik që zemra jon të bjerë pre e paras, e lakmis për për shkak të mëkatit, i cili ende ka fuqinë në ne. Për shkak se mëkati ka ende fuqinë në jetën e besimtarit, dhe për shkak gjithashtu të fuqisë shpirtërore që ekziston mbas paras. Dhe ne si të krishterë do të jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Pra, unë nuk kam një copë letër, por të gjitha kemi në mendje një kush është paraja. Pra, mbas asaj copë letre që ne e dim, ekziston një fuqi shpirtërore e cila mund ta glabërojë zemrën. Kjo është e vërteta e fjalës së Perëndisë. Tani ne si qenie të rëna në mëkat, mbasi në vetdijen tonë kemi shkëputur veten tonë nga Perëndia. Tani ashtu si ai mbyturi që është gati të kapet edhe mbas fijes së kashtës, jemi duke kërkuar te kush të mbahemi, cili mund të na jap siguri, lumturi dhe identitet. Dukshëm paraja është idhulli që në mënyrë të reme na i ofron të treja ato që zemra joni kërkon me kaq ngulm. Paraja, vëllezër dhe motra, mund të duket si një element as pak shpirtëror në jetën tonë si të krishterë, por nuk është ashtu. Paraja është në fakt gjëja më shpirtërore mbas Perëndisë, e cila mund ta ndikojë zemrën tonë.
sepse paraja ka fuqinë ta kapë zemrën e njeriut më shumë se gjithçka tjetër në këtë botë. Prandaj mënyra se si merremi me paranë tregon qartë se si është karakteri ynë, se si do të jetë karakteri ynë dhe se si është marrëdhënia jonë me Perëndin. Në këtë pikë dikush mund të thotë se për shembull, se dikush nuk është duke lakmuar paranë apo pasurinë. Dikush mund të thotë unë dua vetëm të punoj dhe të kem aq para sa të plotësoj nevojat e mia. Nuk është se dua apo po synoj që të jemi pasur. Në këtë rast së pari ajo që mund të themi është se fjala e Perëndis nuk është kundër paras apo pasurisë apo të pasurve. Përkundrazi, Bibla paralajmëron kundër lakmisë për para dhe për pasuri. Dhe së dyti mund të themi se mënyra se si e menaxhon paran tregon shumë për qëndrimin tënd të zemrës. Për shembull, të dyja format, si për shembull kursimi i tepërt, ashtu edhe shpenzimi i tepërt janë të dyja forma idhujtarie. Sepse të dyja këto raste njerëzit janë të varur nga paraja për të marrë diçka që vetëm Perëndia mund të ta japë. Prandaj ashtu si thot dikush me të drejtë, problemi vërtet nuk është pasuria apo paraja, por vendi që japim asaj në zemrën tonë. Çfarë vendi ka paraja në zemrën tënde është çështja më e rëndësishme. Sepse çështja kryesore në këtë rast është kush është thesari yt i vërtet, ose ku e gjen sigurinë dhe identitetin tënd. A është Jezus Krishti thesari yt më i çmuar, apo është paraja, pasuria apo diçka tjetër? Cili është thesari yt? Sepse zemra jon ndjek thesare. Zemra jon është thesar ndjekëse. Për këtë arsye Zoti Jezus tha se ku është thesari yt, do të jetë edhe zemra jote. Çështja është cili është thesari yt. Nëse nuk është Perëndia, me shumë mundësi do të jetë paraja më së pari ose diçka tjetër idhujtare. Kjo është kurtimisht ana teologjike. Tani le të kalojmë tek ana praktike. A duhet të japim nga parat tona Perëndis dhe nëse po, pse duhet të japim duket se është çështja më kryesore? Perëndia e nxit dhënien, vëllezër dhe motra, jo sepse Perëndia ka nevojë për para apo diçka tjetër. Jo, Perëndia nuk ka nevojë për asnjë. Por Perëndia e nxit dhënien me dëshirë më shumë për të mirën tonë se sa për ndonjë qëllim tjetër. Dhënia me dëshirë, me gëzim dhe bujari ndaj Perëndis besoj është terapia më e mirë ndaj zemrës sonë e cila mashtrohet shumë lehtë nga egoizmi dhe idhujtaria. Terapia më e mirë për gjendjen në cilën zemra jonë gjendet është dhënia. Tani në këtë pikë situata mund duket sikur komplikohet, sepse natyrshëm mendja jonë, nëse është bindur se dhënia është një urdhërim nga Perëndia, atë ngrihet pyetja se sa duhet të jap. Përgjigjja e parë që ofrohet në përgjithësi kur vjen çështja se sa duhet të japim është 10%. Sepse 10% argumentohet se është shumë ai që duhet dhënë në kish. Ai shumë theksohet kjo gjë, saqë për disa kuptohet si diçka e thënë në dhjetën e vjetër, duke dhënë gabimisht idenë se nëse jep 10%, atëherë ti e ke përmbushur detyrimin e dhënies, madje me besnikëri të plot. Por duhet patur kujdes sepse një qëndrim i tillë i menaxhuar jo si duhet shumë lehtë mund të të çojë në krenari shpirtërore. Por çfarë thot saktësisht fjala e Perëndis për dhënien dhe specifikisht se sa duhet të japim? Së pari, më lejoni të them se ideja se 10% është ajo që një person besimtar ishte gjithçka që jepte në dhjetën e vjetër është e paplot dhe e gabuar. Kjo sepse në dhjetën e vjetër nuk ishte vetëm një të dhjetë, por kishte 3 lloje të ndryshme të dhjetash, të cilat nëse mblidheshin bashk, shkonin deri në 23.3%. Le t'i shohim me radhë. Së pari ishte e dhjeta për levitët. Unë do t'i citoj me radhë të treja dhe për më shumë informacion ju mund të lexoni ligjin e përtërit kapitulli 18 dhe ligjin e përtërit kapitulli 14 kur sqarohen më në shumë detaje. Po le të nisim së pari me të dhjetën e parë, e cila ishte e dhjeta e caktuar për levitët. Për këtë lexojmë te libri Numrave, kapitulli 18, vargu 21 dhe 24. Për shembull tek vargu 24 fjala e Perëndis thot: sepse unë u jap si trashëgimi levitëve të dhjetat që bijtë e Izraelit do t'i paraqesin Zotit si një ofertë të lartë. Prandaj u thash atyre, nuk do të kenë asnjë trashëgimi midis bijve të Izraelit. Kjo e 10 ishte 10% i të ardhurave bujqësore dhe blektorale të çdo izraeliti, të cilat jepeshin për të mbështetur fisin e levitëve, pasi ky fis nuk kishte tokë si trashëgimi, sepse ata shërbenin në shenjtërorën e
Perëndis. Së dyti ishte e 10-ta për festat dhe adhurimin e Perëndis. Kjo ishte një tjetër 10% të ardhurave i cili ruhej ose shpenzohej nga çdo familje çdo vit gjatë festave vjetore fetare në Jeruzalem për të nderuar Perëndin me ushqim, pije dhe oferta. Tek Ligji i Përtëri kapitulli 14, vargu 22 dhe 23 lexojmë: Ti do të japësh të 10-tën çdo vit dhe do të hash përpara Zotit që të mësosh të kesh frikë nga Zoti gjithnjë. Dhe së treti ishte e 10-ta për të varfrit, një herë në çdo 3 vjet. Kjo e 10 mblidhej dhe shpërndaje për levitët, të huajt, jetimët dhe vejushat, në mënyrë që të mos kishte asnjë nevojtar në mes të popullit të Izraelit. Tek Ligji i Përtërit kapitulli 14 vargu 20 dhe 29 lexojmë: Në fund të çdo viti të tretë, thot fjala e Perëndis, sill të gjitha të ditët e prodhimeve që të hanë levitët, të huajt, jetimët dhe vejushat. Pra në total, e 10-ta e parë ishte për levitët, e 10-ta e dytë ishte për festat dhe adhurimin e Perëndis, dhe e 10-ta e tretë, një herë në çdo 3 vjet, ishte për të varfrit. Pra një besimtar në 10-tën e vjetër nuk jepte vetëm 10% të ardhurave të tij, por 23.3%, madje deri edhe 25 deri në 30%. Kjo nëse e referojmë i ligjit të Perëndis në 10-tën e vjetër me saktësi, sepse përveç 3 llojeve të ndryshme të 10-tave, ne shohim gjithashtu se populli i Izraelit jepte edhe për të varfrit dhe të huajt që jetonin në Izrael, së pari. Së dyti, jepte për ofertat e djegjes dhe sakrificat që ofroheshin në tempull. Së treti, jepte gjithashtu dhurata për flimet edhe këto gjithashtu jashtë të 10-tës. Jepte për ofertat vullnetare, të cilat ishin dhënie sipas dëshirës për ndërtimin e shenjtërores dhe për Perëndin. Ishte gjithashtu edhe festa e frutave të para, në të cilën jepje pjellja e parë kafshëve si edhe korjeve të para. Pra ne shohim në të rësi se nëse një izraelit do të zbatonte me përpikmëri gjithçka që thoshte ligji i Perëndis në 10-tën e vjetër, shuma e përgjithshme që duhej të jepte shkonte nga 25 deri në 30% të ardhurave të tij vjetore. Kjo do të thotë për ne sot se nëse dikush thot se unë jap 10% dhe mendon se kështu e ka përmbushur ligjin e Perëndis, atëherë ai person gabohet. Nëse studiojmë 10-tën e re, ne shohim se nuk ka ose nuk ekziston tani në beslidhjen e re ndonjë detyrim ligjor në përqindje në lidhje me dhënien. Por në vend të saj theksojnë disa mënyra dhënjeje. Së pari, 10-ta e re thekson dhënia, thot 10-ta e re, Testamenti i Ri, duhet të jetë së pari e lirë dhe me gëzim. Fjala e Perëndis thot secili të jap sipas dëshirës së zemrës së vet dhe me gëzim. Te 2 Korintasit kapitulli 9 vargu 6 dhe 7. Së dyti, 10-ta e re thekson dhënien për te mundësive. Për shembull, kishat e Maqedonisë që dhanë më shumë se sa mundnin. Lexojmë te 2 Korintasit kapitulli 8 vargu 1 edhe 4. Së treti, 10-ta e re thekson dhënien për të varfrit. Jezusi e thekson rëndësinë e ndihmës për të varfrit te Ungjilli sipas Mateut edhe te Galatasit 2 kapitulli 10. Gjithashtu së katërti, kemi dhënje për shërbesat të ndryshme dhe për punën e Ungjillit. Ne shohim se si kisha në Filipi ose filipianët e mbështetën apostullin Paul financiarisht për punën e Ungjillit. Për të lexojmë te Filipian kapitulli 4. Së pesti kemi dhënien sakrifikuese. Për shembull kemi rastin e vejushës që hodhi 2 monedha, por që dha gjithçka që kishte tek Marku kapitulli 12. Dhe së fundi kemi dhënje që ka të bëjë për urgjenca dhe katastrofa të ndryshme. Kisha mblidhni fonde për të varfrit, për shembull në kishën e Jeruzalemit kur kishte zibuke, te 1 Korintasit kapitulli 16. Pra, nëse në 10-tën e vjetër theksohet dhënia me anë të ligjit, në 10-tën e re theksohet dhënia me anë të lirit. Kjo do të thotë se ti je i lirë të japësh aq sa dëshiron. Nuk je në ligj që të duhet të japësh kaq apo aq %. Ne nxitemi në 10-tën e re të japim, jo nxitemi të japim për shkak të dashurisë dhe mirënjohjes që kemi për Perëndin. Ti je i lirë, por duke pasur parasysh se sa jepnin besimtarët në 10-tën e vjetër, për ne që jemi pjesë e beslidhjes së re, që fjala e Perëndis thotë është një beslidhje akoma dhe më e mirë përmes Zotit dhe shpëntarit tonë Zotit Jezus Krisht, unë mendoj se 10% do të ishte një bazë e mirë për të filluar. Unë besoj se minimumi ose baza nga ku një besimtar i 10-tës së re duhet të fillojë nuk është 0, por është 10%. Kjo është bindja ime.
Megjithatë 10 reflekson të 2 Korintasit 9:6-7, fjala e Perëndisë thotë, dhe ju them këtë, ai që mbjell me kursim, do të korr po me kursim. Dhe ai që mbjell dorë hapur, edhe do të korr dorë hapur. Secili le të veproj ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje, as nga shtëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Pra Perëndia do një dhurues të gëzuar dhe jo të japi nga detyrimi. Në të njëjtën kohë, sa më shumë ti i jep Perëndisë, aq më shumë Perëndia ka për të të bekuar. Ti nuk mund t'i japësh Perëndisë më shumë se sa ai do të t'jap ty. Kur ti i jep Perëndisë, ti futesh në një rreth të mbyllur bekimesh, kundërkohë që ti i jep, Perëndia të bekon akoma më shumë. Po ne nuk japim Perëndisë që ai të na jap ne. Por sepse ne kuptojmë dhe besojmë se gjithçka që kemi dhe gjithçka që jemi na është dhuruar nga ai. Kur ne japim, ne në të vërtetë vetëm se sa po i kthejmë Perëndisë një pjesë të vogël të asaj që është e tija dhe që ai na e ka besuar ne. Prandaj kur jep, mos shiko se sa përqind jep, po shiko se sa përqind mban. Perëndia nuk mund të bekojë nëse ti i mban duart e mbyllura. Nëse ti mendon vetëm për vete, se si të mbash dhe të arruash atë që ke. Perëndia nuk mund të derdh bekime mbi duar që mbahen të mbyllura, por mbi duar që mbahen të hapura, të cilat i japin dhe dhurojnë me gëzim dhe me bujari. Mbi këto duar, Perëndia do të derdh pa pushim bekimet e panumërta të tij. Prandaj në këtë ditë, nxitja ime për të gjithë ne dhe për veten time është duke kujtuar sërish se cili është Perëndia ynë, dhe se çfarë ai na ka dhuruar përmes Birit të tij, Zotit dhe Shpëtimtarit ton Jezus Krisht, duke kuptuar që gjithçka që jemi dhe gjithçka që kemi vjen prej tij, le të përkushtohemi në një mënyrë të re, me zemër më së pari dhe pastaj me financat tona përpara Perëndisë, ashtu si Perëndia të na vendos në zemër. Më lejoni të lutem dhe pastaj mund të vazhdojmë me pjesën tjetër të shërbesës. O Perëndinë, të falenderojmë, të lavdërojmë ty për gjithçka që ti na jep, gjithçka që ne jemi, gjithçka që ne kemi. Zot, çdo frymarrje që marrim është prej teje. Zot, ne jemi mirënjohës dhe falendërues për shpëtimin që na ke dhuruar. Jemi mirënjohës për faljen e mëkateve, jemi mirënjohës për Jezus Krishtin, Zotin dhe Shpëtimtarin ton, Birin të vetëm lindur. Për gjithçka ke bërë për ne, Zot, nuk e meritojmë, mëshiri yt, është mëshira jote. Sot për të arsye ne vim tek ti, ne i drejtojmë sytë tanë drejt teje, ne të falenderojmë ty dhe të lavdërojmë ty. Zot, falenderojmë për gjithçka ti na ke bekuar në jetën tonë, gjithçka, jetën, shëndetin, financat, familjet tona, gjithçka që ne ke dhënë zotërim. Ne nuk e meritojmë, o Perëndi. Sot lutem bekoje kishën ikëll, çdo njeri prej nesh, na ndihmo që të jemi njerëz mirënjohës, na ndihmo të jemi njerëz falënderues, na ndihmo të jemi njerëz bujar, njerëz që japim me gëzim, me mirënjohje, me falënderim, me sakrificë për te mundësive, për të nderuar ty, për të mbështetur punën e Ungjillit, për ndihmuar të varfrit, për ndihmuar ata që janë në nevojë, me gjithë zemër për lavdimin tënde. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen. Gjendësi, shumë faleminderit. Unë kujtova disa raste se si ne si kish kemi ndihmuar njerëz dhe që vazhdojnë ndihmojnë, po që ne nuk i përmendim kurrë me emër, sepse duam të respektojmë dhe t'i nderojmë ata. Nuk është mirë asnjëherë në Bibël kur jepet thotë majtat mos di se çfarë jepet djata dhe nuk i nxjerrim në publik, nuk i publikojmë ato. Por mbajmë një person që më shkroi kur ne me Kidis ishim në një konferencë që mami i saj kishte nevojë për një operacion sepse kishte ndodhur një aksident dhe ne një javë para asaj sa kishim mbledhur një ofertë për të ndihmuar dikë tjetër që kishte humbur tatin. Edhe kur e mora atë mesazh po mendoja, unë e di që ne jemi pak vet. Edhe a do kenë njerëzit që të japin prapë. Por jam kaq mirënjohëse kur u mblodh oferta, edhe bujaria për të qenë pranë asaj familje që kishte tepër nevojë. Edhe jam e sigurt që Zoti e ka bekuar secilin nga ne shumë më tepër. Pse që duart tona të jenë gjithmonë plot për veprat e mira për të cilat ai na ka thirrur. Më erdhi në mendje edhe një person që është studente, që ka qenë tep, nuk po e them emrin, se
Po ajo ka qenë tepër besnike që fëmijë me të 10-ën ose me dhënien. Ndonjëherë jep edhe më shumë. Edhe mënyra si Perëndia ka siguruar për studimet e saj është e mahnitshme. Dhe unë besoj që një arsye është sepse ajo ishte tepër bujare, është tepër bujare edhe nuk ka frikë. Pra siç sa Genci, Perëndia nuk ka nevojë për ne, për lekët tona, por ne mund të bëjmë gjëra shumë të mira, mund të bëjmë gjëra të këqija me lekun, por mund të bëjmë gjëra shumë të mira, sidomos për të bekuar njerëzit që janë në nevojë. Edhe kur kemi kampet e verës, ne gjithmonë kemi mundësi që të asistojmë familje që duan të vinë, por nuk i kanë financa. Dhe ne gjithmonë kemi një pjesë nga ajo që mbledhim, ne e ruajmë edhe e japim në kohën e kampeve, që askusht mos ngelet pa ardhur për shkak të mungesës së financave. Mirë, do të lutemi, do të çojmë në këmbë, të këndojmë, por Genci faleminderit vetëm erdhën i kisha në mendje këto, ndërkohë që ti po flisje. Sytë e verbër le të hapen, i do t'i thot unë jam i por. Fjale Zotit na thot kështu, dhe në sprova unë qëndroj, para maleve të sa jetet, Zotin unë i kam buroj dhe fuqi. Do t'i në pranin tënde, në shtëpinë e Zotit do të banoj. Haleluja ti je Zot, haleluja ti jam, Jezus ty të kam buroj dhe fuqi. Sytë e verbër le të hapen, i do t'i thot unë jam i por. Fjale Zotit na thot kështu, dhe në sprova unë qëndroj, para maleve të sa jetet, Zotin unë e kam buroj dhe fuqi. Do t'i ngre duart lart në pranin tënde, në shtëpinë e Zotit do të banoj. Haleluja ti je Zot, haleluja ti jam, Jezus ty të kam buroj dhe fuqi. Jezus ty të kam buroj dhe fuqi. Mirë, do të këndojmë Kredon e besimit. Besoj se shpiri Perëndis, unë besoj se vdiq dhe u ringjall, unë besoj se ai për ne pagoi, dhe unë besoj ai është këtu, dhe qëndron mes ne. Me fuqit na shëron dhe me hir të na fal. Unë i besoj Jezusit, unë besoj se shpiri Perëndis,
diç dhe urin gjatë. Unë besoj se ai për ne pagon, dhe unë besoj ai është këtu, dhe qëndron mes nesh, me fuqit na shëron, dhe me hir të na fal, dhe me hir të na fal. Faleminderit Jezus për gjakun tënd që na ka pastruar edhe na ka dhënë jetë të re. Faleminderit për shpresën e re të jetës që ne kemi. Faleminderit për fuqinë tënde, Zot, që na ndihmon çdo ditë Perëndi. Faleminderit që je pranë nesh në vuajtjet tona, në lëngimet tona, Zot, në sfidat tona, në vuajtjet tona. Faleminderit për hirin tënd, o Zot, për të na falur. Ne lutemi Perëndi që do na bekosh gjatë kësaj jave që vjen, na kujtosh çdo ditë për të vërtetat e tua, na ndihmo të jemi një dritë dhe një krip në komunitetin ton, të shpërndajmë dashurinë tënde, Zot, jemi pranë atyre që vuajnë, pranë atyre që kërkojnë një përgjigje, Zot, pranë atyre që ndjen të harruar ose të vetmuar, Zot. Dhe të lutem, Zot, na ndihmo që të jemi bekim plot me veprat e mira që ti ke përgatitur që ne të ecim. Bekoje, Zot, dhe ofertën sot, edhe na ndihmo të jemi dhurues të gëzuar, me një zemër të gëzuar, o Atë, dhe përdori Perëndi për lavdinë tënde. Në emrin tënd, Jezus, lutem. Amen. Mirë, kemi mbaruar, Zoti na bekoft. Zoti ju bekoft edhe ju që na ndoqët online, shpresoj të shihemi herën tjetër këtu. Mund të vazhdoni të qëndrojmë të bisedojmë më shumë, ose mund të rrini, domethënë sa të doni.